Dhe në fakt nëse ktheheni një vit më parë, para zgjedhjeve, në 5 nëntor ka qenë koha kur ne u rikthyem në lojë, po askush do më kërkonte mua të flisja vite më parë, ja u garantoj. Kurse Biden nuk fliste fare dhe kur fliste nuk dinte të fliste, por të gjitha shtetet në lindjen e mesme, çfarë po bëjmë tani, mund ta kishim bërë vite më parë, duke shmangur këto humbje të jashtëzakonshme, por administrata e Barack Obamës dhe Joe Biden kam pasur një urrëtie kundrejt Izraelit dhe humbjet filluan kur devijimi filloi kur Barack Obama firmosi një marrëveshje katastrofike për Izraelin. Dhe mbaj mend kur Netanyahu erdhi në Amerikë, u përpoqët t'ia ndryshonte mendjen Obamës që mos ta pranonte atë marrëveshje. Dhe ka punuar shumë, por ishte njësoj si të flisje me një mur, dhe doni të shkoni me Iranin, zgjodhën Iranin, krahasuar me shumë kombe të tjera, shumë të mira, por në specifik me Izraelin dhe tashmë. Marrëveshja nukleare me Iranin ishte katastrofike dhe unë kam përfunduar atë dhe jam shumë krenar për këtë. Dhe regjimi i Iranit, i cili ka shkaktuar kaq shumë vdekje në lindjen e mesme, prap I them që jam I hapur për marrëveshje. Unë jam shumë I mirë me marrëveshje. Është ajo çfarë kam bërë gjithë jetën dhe di se çfarë duan ata. Edhe nëse ata thonë që ne nuk duam një marrëveshje, unë ju them që ata duan një marrëveshje. Dhe do ju tregoj që do realizojmë diçka dhe as Izraeli as Amerika nuk e pranojnë hostilitetin e këtyre njerëzve, por e dim që njerëzit e këtyre shteteve duan të jetojnë në paqe, pa kërcënime mbi kryet e tyre dhe për shkatërim bërthamor, çka unë them që s'ka për të ndodhur. Ne do të bëjmë më mirë për këtë pjesë të botës sesa dhe do t'i çlirojmë këta njerëz nga kërcënimet e liderave të tyre. Dhe do të njohim edhe të drejtën e Izraelit më në fund për ekzistencën e tij si shtet. Dhe për Iranin, siç ju thash, nuk është për shkak dobësie, por do ju them Iranit që jemi gati kur ju jeni dhe do të jetë zgjedhja më e mirë që Irani do të bëjë dhe do të ndodhë. Njoh shumë iranian në Amerikë që janë njerëz të mirë, janë të zgjuar, punëtor, nuk duan të shohin çfarë po I ndodh shtetit të tyre. Triumfi I Izraelit që në 7 tetor duhet I provohet gjithë botës që ata që duan të shkatrojnë këtë vend do të dështojnë. Shteti I Izraelit është I fortë, do të jetojë, do të ketë prosperitet për gjithmonë. Dhe kjo është për arsye pse Izraeli do të mbetet një aleat I fortë I Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të vlerave të përbashkëta që ne kemi, një nga vendet më të forta ushtarakisht në botë dhe një nga vendet më inovative, ekonomitë më inovative, dhe këto janë disa pak nga arsyet pse Izraeli është një mik shumë I mirë I Amerikës. Dhe të gjithë në shtëpinë e bardhë thonë, mendoj se është e vërtetë sepse të gjithë e thonë një gjë të tillë. Por si president unë kam përfunduar këtë katastrofë, programin
bërthamor të Iranit. Unë kam autorizuar shpenzimet e miliardave për të shkuar në mbrojtjen e Izraelit. Dhe pas vitesh premtimesh të thyera nga presidentë amerikanë të tjerë, ka pasur në fakt dhe shumë presion ndaj këtyre presidentëve dhe unë e kuptoj këtë gjë, por çdo president prej dekadash kanë thënë që dhe bëjmë, diferenca është që unë kam mbajtur premtimin tim dhe e kam njohur zyrtarisht kapitalin e Izraelit dhe kam zhvendosur ambasadën amerikane në Jeruzalem zyrtarisht. A është e vërtet kjo, Miriam? Miriam do vinte të zyra ime dhe më thoshte kam pasur më shumë udhëtime në shtëpinë e barë më shumë se askush, ka 60 bilion në bank, ajo do Izraelin. Burri saj ishte një burr agresiv, unë e doja, shumë mbështetës i fortë i imi, dhe më thirrte, më thoshte, mund të takoj, dhe i thosha Sheldon, unë jam presidenti i Amerikës, nuk funksionon kështu, por ai vinte, kanë qenë shumë përgjegjës për shumë gjëra. Miriam, stand up, please. She really is. I mean, she loves this country. She loves this country. Her and her husband are so incredible. We miss him so dearly. But I actually asked her, I'm going to get her in trouble with this, but I actually asked her once, I said, so Miriam, I know you love Israel. What do you love more? Miriam e di që e do Izraelin, por çfarë do më shumë, Shtetet e Bashkuara apo Izraelin, dhe ajo refuzoi të përgjigjej. Faleminderit që je këtu, është një privilegj i madh. Ajo është një grua shumë e mirë, i kam qëndruar pranë njerëzve të këtij komunitetit. Office and wants to do really bad things, but that's about it. We don't think we're going to have that happen. I hope we're not going to have that happen. And this man is a good man right here. Edhe ky burr është një burr shumë i mirë. Shpresoj që mos ekzistojë asnjë njeri idiot që të ndryshojë këtë mendim. Dhe unë kam një ide. Zoti president, se nuk I jep një Me qëra fjala nuk ishte pjesë e fjalimit, por unë e dua këtë zotëri këtu dhe bën shumë sens. Nëse duam apo jo, kjo ka qenë një nga presidenca më e mirë e një periudhe lufte. Cigare dhe champagne,
as njeriu si bëhet vonë. All right, enough controversy for the day, right? Actually, I don't think it's very controversial. So, Unë nuk mendoj që kjo është shumë kontroverse, le t'i lëm pas kontroversit, ju jeni shumë popullor, e di pse, sepse ju sapo keni arritur një fitore. Për 2 vitet e fundit kam takuar shumë familje të pengjeve izraelite dhe kam parë në sy dhe kam parë makthet më të mëdha që ata po përjetonin, por kam parë diçka tjetër, dashurinë e madhe e njerëzve, bashkësinë dhe kurajon për të vazhduar me vite të tëra persekutimesh dhe represion dhe për të rilindur me zemrën e Davidit. Kjo është dashuria që ka shkatëruar armikun e civilizimit dhe ka ndërtuar një shtet të jashtëzakonshëm, një ekonomi të jashtëzakonshme dhe ka themeluar një nga demokracitë më të mira të botës dhe kjo është arsye pse është një nder i madh për të qëndruar këtu dhe të adresoj këtë asemble dhe për të përgëzuar kapitalin e Jeruzalemit dhe këtë qytet dhe këtë shtet dhe ky shtet janë një provë e jashtëzakonshme të reziliencës së këtij vendi që prej vitesh ka qenë shtëpia e